Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. 2 persona kanë humbur jetën në një aksident trafiku në fshatin surkisht të Podujevës. Policia ka konfirmuar se aksidenti me fatalitet ka ndodhur mbrëm, derisa njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Në aksident janë përfshirë 2 vetura. Kosova ka prezentuar ekipin që do të përfaqësojnë lojrat mesdhetare Taranto 2026 me 163 sportistë në 21 sporte. Kosova do të ketë delegacionin më të madh deri më tani në këtë ngjarje. Në ceremoninë e dorëzimit të flamurit për ekipin e Kosovës, morën pjesë krerët më të lartë të shtetit Kosovës, përfshirë kryeministrin detyr Albin Kurti. Lojrat nisin më 21 gusht, ndërsa do të transmetohen ekskluzivisht në RTK me mbi 100 orë transmetime. Vazhdojmë me lajmet tjera, ngërçi institucional po vazhdon. Ushtruesja detyrës presidentes Albulena Agjiu ka kërkuar dialog mes partive për tejkalimin e krizës, duke thënë se çështja e të parit të shtetit duhet të jetë në qendër të bisedimeve. Teksa PDK dhe Aleanca kërkojnë vazhdimin e seancës konstituive, nga kuvendi thonë se nuk ka pasur njoftim zyrtar për mbajtjen e seancës. Avni Dehari insiston se ajo nuk do të vazhdoj pa një marrëveshje politike për presidentin. Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale ka njoftuar se është arrestuar në zveçan një person i dyshuar për sulm ndaj KFOR-it në tensionet e majit të vitit 2023. Ndaj të dyshuarit rëndojnë dyshimet për veprat sulm ndaj personit zyrtar, pjesëmarrje në turm që kryen veprën penale dhe huliganizëm, bashkim për veprimtari kundër kushtetuese dhe rrezikim i personave në mbrojtje ndërkombëtare, thuhet në komunikatën e përbashkët të policisë dhe prokurorisë. Një punonjës ka pësuar lëndime të rënda në një aksident në divizionin e prodhimit të qymyrit të Korporatës Energjetike të Kosovës. Në njoftimin për media, KEK kanë konfirmuar rastin dhe ka bërë të ditur se menjëherë pas ngjarjes janë njoftuar Policia e Kosovës dhe ekipet e ndihmës së shpejtë. KEK do të njoftoj me kohë pas konfirmimit të plotë të rrethanave nga organet kompetente, theksohet në njoftim. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9, bashkë mirupafshim.